Rejmanaj ende është në qendër të vëmendjes dhe dështimi i tij nga penalltia komentohet në forma të ndryshme. Penalltia e humbur nga ana e tij e lë Shqipërinë pa fitore në duel me Serbinë, ndeshje që përfundoi pa gola 0-0 në stadium Air Albania në Tiranë në kuadër të grupit K të kualifikuesve për kampionatin botror. Serbia ende e përndjek. Futbollisti shqiptar nuk mundi të flinte pas ndeshjes në Tiranë, por kjo nuk është më e keqja. Është titulli i mediumit famkeq serb, Večerni Novosti. Pas barazimit me Serbinë, ata fituan 1 pikë kundër Letonisë si mysafir dhe pas 4 ndeshjeve kanë 5 pikë, që nuk është performanca që dëshironin. Mana i tha se pas ndeshjes kundër Serbisë në të cilën Gjorgje Petrović e priti penalltin e tij, nuk mundi të flinte. Pas asaj ndeshja i mori fyrje dhe kërcënime, shkruan më tej. Pas penalltis nuk pati gjumë fare, gjysma e njerëzve nuk i kuptojnë disa, por unë i pranoj kritikat. Ka lojtar me përvojë dhe të rinë në ekip, ne më të vjetrit duhet të marrim situatën në duar, ka thënë mes të tjera Shmanaj, sipas mediave serbe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur kundër vendimit të Federatës së Futbollit të vendit të tij, që ndeshja kundër Anglisë të zhvillohet në Beograd dhe jo në Leskovac, siç ishte përfolur më herët, se mund të ndodhte edhe me sfidën ndaj Shqipërisë. Të dyja këto sfida me Anglinë më 9 shtator dhe Shqipërinë më 11 tetor, Federata e Serbisë pas diskutimeve me UEFA-n ka vendosur se kombëtarja vendase do t'i luajë në stadiumin Rajko Mitić, ku luan ekipi kryeqytetas Crvena Zvezda. Sipas Vučić, Federata ka rënë pre presionit disa ditor veçanërisht për ndeshjen ndaj Anglisë. Ai theksoi se personalisht ishte pro idesë që përfaqësuesja të vazhdonte të luante në Leskovac, ku edhe kundër Andorës në ndeshjen e qershorit kishte marrë mbështetje të madhe nga tifozët në stadiumin Dubocica. Federata e futbollit dhe të tjerët nuk mund të përballojnë as 5 minuta presion nga ambasada britanike dhe të tjerët që kërkojnë që ndeshja me Anglinë të luhet në Beograd dhe pas 2 ditësh presioni e ndryshojnë vendimin dhe kërkojnë që të luhet në Beograd. Unë isha pro që ajo të luhej në Leskovac, por të gjithë të tjerët morën vendimin që të luhet në Beograd. Për mua, njerëzit në Leskovac nuk vlen më pak se ata në Beograd. Ata i dhanë një mbështetje të jashtëzakonshme përfaqësuese son kundër Andorës, tha Vučić nga Praga për TV Informer. Presidenti serb po ashtu theksoi se në Beograd mbështetja për ekipin kombëtar nuk do t'i afrohej asaj që dhuruan tifozët në Leskovac. Në Maracana apo në ndonjë stadium tjetër nuk do të ketë as 300 veta sepse Beogradi nuk interesohet. Tani që vinë Anglezët s'duan të udhtojnë deri në Leskovac, ç'më intereson mua që su shkon për shtat. Ka marrë 10 kërkesa nga ambasadat dhe nuk kam dashur të përgjigjem asnjërs. Natyrisht, disa të tjerë që nuk janë në gjendje të përballojnë presionin kanë reaguar dhe kanë ndryshuar vendimin, duke zhvendosur ndeshjen nga Leskovaci në Beograd, shtoi ai. Përfaqësuesja e Serbisë pas 2 ndeshjeve të luajtura në kualifikueset për Kupën e Botës 2026 ka 4 pikë të grumbulluara dhe ndeshjet e radhës e presin në shtator, fillimisht do të luajë në Riga më 6 shtator kundër Letonisë dhe 3 ditë më vonë kundër Anglisë në stadiumin Rajko Mitić. Më pas, më 11 tetor, Serbia do të presë Shqipërinë, gjithashtu në stadiumin e Zvezdës, ndërsa në nëntor do të kthehet në Leskovac për ndeshjen kundër Letonisë në datë 16.